Një fëmijë ndalon para një vitrine luksoze, e magjepsur nga një fustan që kur nuk do të mund ta kishte. Përgjegjësia e dyqanit e përs me mizori. Por dikush i papritur sheh gjithçka dhe vendos ta ndryshojë përgjithmonë fatin e asaj vajze. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Bulevardi Dëshmorët e kombit gëlonte atë pasdite të enjte siç gëlonte gjithmonë, me autobuset e tij të mbushur plot, shitësit ambulant që ofronin ujë të ftohtë, drejtuesit e lartë që kalonin rrugën me nxitim, turistët që bënin foto para muzeut historik kombëtar. Tirana nuk ndalet, thon njerëzit, dhe është e vërtetë që qyteti duket se ka një motor të brendshëm që nuk fiket kur, një zemër gjigante që rreh pa pushim, duke shtyrë përpara miliona njerëz, secili duke mbartur ëndrat e veta, frikrat e veta, faturat për të paguar, dashuritë e humbura. Në mes të gjithë këtij vrulli, të gjithë këtij nxitimi që i bën njerëzit të shikojnë vetëm ku shkelin dhe kur se kë kanë pranë, ishte një vajzë e vogël. Ajo ishte 5 vjeçe, ndoshta 6 nëse e shikoje me më shumë vëmendje, por jeta në rrugë ka një mënyrë mizore për të ngatëruar moshën e një fëmije. Këmbët e vogla ishin të pista, të vrara nga asfalti i nxehtë, dhe fustani i vogël që vishte dikur kishte qenë i bardhë, por tani ishte i një ngjyre të papërcaktuar, i njollosur nga koha dhe papastërtia e qytetit. Flokët gështenji ishin të shpupuritur, të lidhur në një bisht të shtrembër që dikush ja kishte bërë me një lastik të vjetër, dhe sytë ngjyrë kafe kishin atë shkëlqimin e çuditshëm të atij që ka mësuar shumë herët të fshehë urinë, frikën, vetminë. Ajo quhej Anisa, por askush nuk e thërriste me këtë emër prej kohësh. Në rrugë, ishte thjesht vajza e vogël që flinte pranë stacionit të trenit, që lypte monedha në semafor, që ndonjëherë merrte një copë bukë në furrën e qoshes kur pronari ishte në humor të mirë. Anisa ishte mësuar të ishte e padukshme, të kalonte pranë njerëzve sikur të ishte një fantazmë, diçka që e sheh për një çast dhe e harron në sekondën tjetër. Por ajo ekzistonte, po, dhe brenda saj kishte ende diçka që jeta nuk kishte arritur ta shkulte plotësisht, aftësinë për të ëndërruar, për të imagjinuar se një ditë gjërat mund të ishin ndryshe. Atë pasdite, Anisa ecte ngadalë në trotuar, duke ju shmangur njerëzve që kalonin pa shikuar poshtë, pa e vënë re se ajo ishte aty. Sapo kishte marrë një banane gjysmë të shtypur nga një zonjë që po dilte nga supermarketi dhe e ruajti gjysmën në xhepin e fustanit për ta ngrënë më vonë, kur uria të shtrëngohej përsëri. Ishte atëherë kur pa vitrinën. Ishte një dyqan rrobash për fëmijë, nga ato dyqanet e shtrenjta që ekzistojnë vetëm në vende si bulevardi, me xhama të mëdhenj e të pastër që reflektonin dritën e diellit të pasdites. Brenda dyqanit gjithçka ishte e bardhë dhe e artë, me drita të buta që të bënin të dukej sikur po hyje në një vend magjik, në një botë ku gjithçka ishte e përsosur, e pastër dhe me aromë të mirë. Por ajo që i tërhoqi vështrimin Anisës ishte fustani. Ishte një fustan ngjyrë rozë e çelët, pothuajse në nuancë pjeshke, me qëndisma delikate lulesh të bardha në fund. Pëllura dukej aq e butë sa të vinte ta prekje dhe kishte një fjongo të madhe në shpinë, nga ato fjongot që princeshat përdorin në filmat që Anisa shihte ndonjëherë përmes vitrinës së ndonjë dyqani elektronikesh. Ishte lloji i fustanit që një vajzë do ta vishte në një festë ditëlindjeje, ose në një drekë familjare të dielën, ose thjesht në një ditë kur do të donte të ndihej e veçantë, e bukur, sikur e gjithë bota të ishte e saj. Anisa ndaloi para vitrinës. Duart e saj të vogla e të pista shkuan ngadalë drejt xhamit dhe ajo mbështeti pëllëmbët e hapura kundër sipërfaqes së ftohtë e të lëmuar, sikur kështu të mund ta prekte fustanin, sikur të mund ta ndjente pëlhurën e butë në lëkurë. Sytë e saj të zmadhuar nuk puliteshin dhe në fytyrën e saj kishte një përzierje shprese dhe trishtimi aq të madhe sa të dhimbsej ta shikoje. Ajo e dinte se ajo gjë nuk ishte për të. E dinte se vajzat si ajo nuk hynin në dyqane si ai, nuk vishnin fustane si ai. Por gjithsesi, për disa minuta, e la zemrën të imagjinonte. Po sikur të mund të kishte një fustan të tillë? Po sikur të mund të shkonte në një festë? Po sikur të kishte një nën që t'i krite flokët dhe t'i lidhte fjongon në shpinë? Po sikur të kishte një shtëpi të vërtetë, me krevat të vërtetë, me ushqim të vërtetë? Po sikur të ishte si vajzat e tjera që shite duke kaluar në rrugë, të kapura për dore me prindërit e tyre, duke qeshur, duke biseduar, duke u ankuar për gjëra të kota që Anisa as nuk arrinte t'i kuptonte sepse kur nuk kishte pasur privilegjin të ankohej për asgjë. Dera e dyqanit u hap me një tingull zileje dhe doli një grua. Ajo duhet të ishte rreth të 40-tave, me flokë bjond të lidhur në një topuz perfekt, grim të patëmet, rroba firmato që bërtisnin elegancë dhe para.
Ishte Valbona, menaxherja e dyqanit, dhe ajo kishte atë sjelljen e dikujt që ishte mësuar të urdhëronte, të ndante botën mes atyre që meritojnë të jenë aty dhe atyre që nuk meritojnë. Kur pa Anisën të mbështetur në vitrinë me duart e pista në xhamin që ajo vetë e kishte pastruar në mëngjes, Valbona ndjeu diçka t'i përdridhej brenda. Nuk ishte dhëmbshuri. Ishte neveri, ishte zemërim, ishte ai lloj përbuzjeje që disa njerëz ndjejnë për ata që i konsiderojnë inferior. Ti aty, vogëlushe, largohu që këtu menjëherë, tha Valbona, dhe zëri i saj ishte mjaft i lartë për të tërhequr vëmendjen e kalimtarëve. Anisa u kthye, e trembur, dhe bëri një hap prapa. Po i bëm pis të gjitha, vazhdoi Valbona, duke treguar me gisht gjurmët e duarve të vajzës në xham. Çfarë mendon se është ky dyqan? Një kënd lojrash që të rish të luash? Ik para se të thëras rojet e sigurisë. Anisa ndjeu fytyrën t'i nxehej. Donte të thoshte se nuk po bënte asgjë të keqe, se vetëm po shikonte, se as nuk kishte prekur asgjë përveç xhamit, por fjalët nuk i dilnin. Kur nuk i dilnin kur kishte më shumë nevojë për to, ajo uli syt në tokë dhe filloi të largohej ngadalë, duke u penguar në këmbët e veta sepse ishte nervoze dhe e frikësuar. Por Valbona nuk kishte mbaruar. Sikur poshtërimi i një fëmije 5 vjeçar të mos mjaftonte, ajo vazhdoi, tani me zë edhe më të lartë, pothuajse teatror, si dikush që do të sigurohet që të gjithë përreth ta dëgjojnë dhe të bien dakord. Këta fëmijë rruge janë një murtaj në këtë qytet, tha ajo, duke kryqëzuar krahët. Rin duke lypur, trembin klientët, bëjnë pis gjithçka. Dikush duhet të bënte diçka, por askush nuk bën asgjë. Dhe pastaj na takon neve të merremi me këtë. Disa njerëz që kalonin hodhen një vështrim të shpejtë dhe pastaj e larguan shikimin, sikur asgjë të mos po ndodhte, sikur të ishte më e lehtë të shtireshe se kjo ishte normale, se fëmijët që trajtoheshin si plera ishin thjesht një tjetër skenë e përditshme e qytetit të madh. Të tjerë as nuk shikuan, tepër të nxituar me problemet e tyre për të shqetësuar për një vajzë të vogël që po poshtërohej në trotuar. Anisa ndjeu syt t'i mbusheshin me lot, por nuk i la të binin. Kishte mësuar prej kohësh se të qash nuk vlen për asgjë, se askush nuk vjen kur qan, se është më mirë ta gëlltisësh dhimbjen dhe të vazhdosh përpara. Ajo u kthye për të ikur, por u pengua përsëri dhe këtë herë gati sa nuk u rrëzua në tokë. Ishte atëherë kur pa një palë këpucë të ndalonin para saj. Ishin këpucë të bukura, lëkure, të llojit që veshin burrat e pasur. Anisa ngriti syt ngadalë dhe pa një burr të gjatë, me kostum gri të errët, flokë të zinj të krejur prapa, fytyrë serioze por jo të ashpër. Ai po e shikonte, dhe në vështrimin e tij kishte diçka që Anisa nuk ishte mësuar ta shite në sytë e të rriturve, vëmendje të vërtetë, sikur ajo të ishte një person i vërtetë, jo thjesht një problem për tu zgjidhur apo injoruar. Burri quhej Ardian Gashi dhe ishte një nga biznesmenët më të njohur të Tiranës. Ai kishte ndërtuar një perandori në fushën e teknologjisë, kishte foton e tij në revistat e biznesit, ftohej në evente ku shkonin vetëm njerëz të rëndësishëm. Ardiani kishte gjithçka që parat mund të blinin, apartament gjigant në blok, makinë të importuar, rroba firmato, udhëtime në çdo vend të botës. Por ai kishte edhe diçka që asnjë para nuk mund ta hiqte, një dhimbje të vjetër, një zbrazëti që e mbante prej vitesh dhe që asnjë arritje profesionale nuk kishte arritur ta mbushte. Ardiani kishte humbur vajzën e tij 5 vjet më parë. Jo humbur në kuptimin që ajo kishte ikur, por humbur në kuptimin që ai e kishte lënë të ikte. Elira kishte qenë dashuria e jetës së tij, gruaja me të cilën ishte martuar në moshën 25 vjeç, kur ende po fillonte karrierën dhe nuk kishte asgjë përveç ëndrave dhe ambicies. Ata kishin pasur një vajzë, Eren, një vogëlushe me flokë kaçurela dhe një të qeshur të lehtë që ja kishte ndriçuar jetën Ardianit në një mënyrë që ai kur nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Por suksesi profesional kishte ardhur shpejt dhe me të erdhën udhëtimet, mbledhjet e pafundme, fundjavat në zyrë. Ardiani ishte bindur se po bënte gjithçka për to, për t'i dhënë një jetë më të mirë Elirës dhe Erës, por e vërteta ishte se ai po humbiste në punë, duke përdorur suksesin si justifikim për të mos u përballur me problemet që po rriteshin brenda shtëpisë. Elira kishte tentuar të bisedonte, i kishte kërkuar të ishte më i pranishëm, por Ardiani gjithmonë kishte një justifikim, gjithmonë kishte një biznes të rëndësishëm për të mbyllur, gjithmonë kishte diçka më urgjente. Deri ditën kur Elira tha se nuk duronte më. Ajo mori Eren dhe iku, shkoi të jetonte me të ëmën në Durrës, dhe Ardiani mbeti vetëm në apartamentin gjigant, i rrethuar nga luksi por i zbrazët për brenda.
Ai kishte tentuar të luftonte për kujdestarinë e vajzës, por Elira kishte prova të shumta se ai kur nuk ishte i pranishëm dhe gjykatësi i kishte dhënë të drejtë asaj. Ardiani mund ta shihte erën 2 herë në muaj, por vizitat ishin të tensionuara, plot heshtje të sikletshme dhe me kalimin e kohës ato u bën gjithnjë e më të rralla. Era ishte 5 vjeçe kur ata u ndan. Tani ishte 10 dhe Ardiani mezi e njihte më. Ajo ishte rritur larg tij dhe sa herë që shikonte një foto të vjetër të së bijës, ndjente një shtrëngim në gjoks aq të fortë sa ndonjëherë i duhej të ulej dhe të merrte frym thellë për të mos u shembur. Ai kishte para, kishte pushtet, kishte sukses, por kishte humbur të vetmen gjë që kishte vërtet rëndësi. Dhe tani, duke qëndruar aty në trotuarin e bulevardit, duke parë atë vajzë 5 vjeçare me këmbë të vrara dhe fustan të pistë, Ardiani ndjeu diçka të lëvizte brenda tij. Nuk ishte vetëm dhëmbshuri. Ishte njohje. Ishte sikur të shite erën tek ajo vajzë, sikur të shite të gjitha herët që ai nuk kishte qenë aty, të gjitha herët që kishte zgjedhur punën në vend të familjes, të gjitha herët që kishte menduar se parat ishin më të rëndësishme se prania. Ai kishte dalë nga zyra më herët atë ditë sepse ishte i raskapitur, i lodhur nga mbledhjet që nuk çonin askund, i lodhur nga njerëzit që donin vetëm diçka prej tij. I kishte thënë shoferit të ikte dhe kishte vendosur të ecte pak, të merrte ajrin e qytetit, të përpiqej të pastronte mendjen. Dhe atëherë kishte parë atë skenë, gruaja duke i bërtitur vajzës, fëmia duke u përpjekur të mos qante, njerëzit duke kaluar sikur asgjë të mos po ndodhte. Ardiani u kthye nga Valbona, e cila ende qëndronte në derën e dyqanit me atë shprehje e përsije në fytyrë. Zonjë, a mund ta përsërisni atë që sapo i thatë këtij fëmije, tha ai, dhe zëri i tij ishte i qetë por kishte një vendosmëri që e bëri Valbonën të puliste sytë e habitur. Valbona e shikoi, e irrituar që dikush po përzihej aty ku nuk e thërrisnin. I thash të largohej që këtu, po bëm pis vitrinën dhe po tremb klientët. Kemi standarde për të ruajtur dhe nuk mund të kemi këtë lloj njerëzish në derën e dyqanit. Këtë lloj njerëzish, përsëriti Ardiani dhe kishte diçka të rrezikshme në qetësinë e zërit të tij. Ju po i referoheni një fëmijë 5 vjeçar si këtë lloj njerëzish. Valbona kryqëzoi krahët në mbrojtje. Dëgjo, nuk e di kush je, por kjo nuk është puna jote. Unë po bëj punën time. Ardiani bëri një hap përpara dhe për herë të parë Valbona dukej se e kuptoi se ndoshta ishte ngatëruar me personin e gabuar. Emri im është Ardian Gashi, tha ai, dhe pa njohjen të shfaqej në sytë e saj. Dhe unë mendoj se është puna ime, po, kur shoh një fëmijë duke u poshtëruar në rrugë. A e dini kush është pronari i këtij dyqani? Valbona gëlltiti pështymën. Është grupi i biznesit Rama, u përgjigj ajo, dhe zëri i saj nuk ishte më aq i sigurt. Ardiani tundi kokën. E njoh shumë mirë Besnik Ramën. Jemi partner në disa projekte. Jam i sigurt se do t'i pëlqej shumë të di se menaxherja e dyqanit të tij është në rrugë duke poshtëruar fëmijë dhe duke thënë se ata janë një murtaj. Fytyra e Valbonës u zbardh. Ajo hapi gojen për të thënë diçka, por nuk doli asnjë tingull. Ardiani nuk priti për përgjigje. Ai ul në gjunjë deri në lartësinë e Anisës dhe për herë të parë që kur kishte filluar gjithçka, vajza e shikoi drejt për drejt. Si e ke emrin? E pyeti ai, dhe zëri i tij ishte i butë, pa atë tonin përbuzës që të rriturit ndonjëherë përdorin me fëmijët. Anisa, u përgjigj ajo me zë të ulët, pothuajse një pëshpërim. Anisa, përsëriti Ardiani dhe buzëqeshi në një mënyrë që bëri diçka brenda saj të qetësohej pak. Të pëlqen ai fustani aty në vitrinë? Anisa shikoi fustanin dhe pastaj përsëri Ardianin, pa e ditur nëse ishte një kurth, nëse ai do të qeshte me të apo do ta përzinte gjithashtu. Por kishte diçka në sytë e tij që dukej e sinqert, kështu që ajo tundi kokën në shenjë pohimi, ngadalë. Është një fustan i bukur me të vërtetë, tha Ardiani. Nuk bëre asgjë të keqe duke e parë. Xhami pastrohet, Anisa. Por fjalët e liga që ajo grua të tha ty, ato nuk pastrohen aq lehtë. Ato mbeten tek ne për një kohë të gjatë. Anisa nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo kur nuk kishte pasur një të rritur që të bisedonte me të në atë mënyrë, sikur ajo të kishte rëndësi, sikur ndjenjat e saj të ishin reale dhe të vlefshme. Ajo ndjeu lotët të ktheheshin, por këtë herë nuk ishin lot turpi. Ishin lot të diçkaje që ajo as nuk dinte ta emërtonte, diçka mes lehtësimit dhe konfuzionit dhe një fije shprese që kishte frikë ta ndjente sepse shpresa dhemb kur e humbet.
Ardiani vuri re se vajza po dridhej dhe hoqi gjaketën e kostumit duke ja vendosur mbi supet e vogla. Pëllura ishte e butë dhe e ngrohtë dhe kishte një aromë të mirë parfumi të shtrenjtë. Anisa e tërhoqi gjaketën më afër duke u ndjerë e mbrojtur për herë të parë pas shumë kohësh. Ishte në atë moment që u afrua një grua. Ajo ishte e re, duhet të ishte rreth 25 vjeçe, vishte uniform pastrueseje dhe kishte fytyrën e lodhur të dikujt që zgjohet shumë herët dhe punon shumë. Ajo ndaloi pranë Ardianit dhe shikoi Anisën me shqetësim. E njoh këtë vajzë, tha gruaja. Emri im është Julinda. Unë punoj duke pastruar zyrat këtu afër dhe gjithmonë e shoh nëpër këto anë. Ajo fle aty pranë stacionit të trenit. Ardiani shikoi Julindën dhe pastaj Anisën. Vajza ishte vetëm në rrugë. Ku ishin prindërit e saj? Julinda tundi kokën, e trishtuar. Nuk e di. Kur nuk kam parë njeri me të. Ndonjëherë ka një burr që e vëzhgon nga larg, por nuk e di kush është. Duket se ai e përdor për të lypur para, e dini si është. Ardiani ndjeu zemërimin të rritej brenda tij. Një burr që përdorte një fëmijë 5 vjeçar për të fituar para. Një tjetër nga mizoritë e padukshme të qytetit, një tjetër nga gjërat që të gjithë e dinë se ndodhin por askush nuk bën asgjë. A e dini ku është ky burr tani? E pyeti ai Julindën. Ajo shikoi përreth, nervoze. Nuk e di. Ndonjëherë shfaqet në fund të pasdites. Por dëgjo, nuk dua të futem në telashe. Këta njerëz mund të jenë të rrezikshëm. Ardiani e kuptoi frikën e saj. Julinda me siguri kishte problemet e saj, jetën e saj të vështirë, dhe nuk mund t'i lejonte vetes të krijonte më shumë telashe. Faleminderit që më the, tha ai. Ishe shumë e sjellshme. Julinda tundi kokën dhe shikoi Anisën me atë vështrimin e dikujt që e di se çdo të thotë të luftosh për të mbijetuar. Shpresoj që vajza të jetë mirë, tha ajo, dhe u largua, duke u zhdukur në turmën që vazhdonte të kalonte pa ndalur. Ardiani mbeti aty për një moment duke menduar se çfarë të bënte. Ai nuk mund ta linte thjesht Anisën aty në rrugë, jo pas gjithçkaje që kishte parë dhe dëgjuar. Por gjithashtu nuk mund ta merrte thjesht me vete pa asnjë shpjegim. Kishte protokolle, kishte ligje, kishte një sër gjërash që duheshin bërë në mënyrën e duhur. Por ndërsa mendonte për këtë, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. U shfaq një grua duke ecur shpejt me një blok shënimesh në dorë dhe një kartë identiteti të varur në qafë. Ajo ishte rreth 50 vjeçe, me flokë të shkurtër dhe atë pamjen efikase të dikujt që është mësuar të zgjidhë probleme. Më falni që ndërhyj, tha ajo, duke ju drejtuar Ardianit. Emri im është Mirela, jam punonjëse sociale. E pash çfarë ndodhi këtu dhe do të doja të ndihmoja me situatën e fëmijës. Ardiani e shikoi, i lehtësuar që kishte dikë që dukej se dinte çfarë të bënte. Mirela u ul në gjunjë për të folur me Anisën, duke i bërë pyetje se ku jetonte, nëse kishte familje, nëse kishte ku të shkonte. Por kishte diçka të çuditshme në pyetjet, diçka tepër të nxituar, dhe Ardiani vuri re se Mirela dukej më e interesuar ta largonte vajzën që andej sesa të kuptonte vërtet situatën e saj. Ishte atëherë që Valbona, e cila kishte qëndruar në derën e dyqanit gjatë gjithë kësaj kohe, bërtiti pa pritur. Ajo vodhi, bërtiti, duke treguar me gisht Anisën. E pash të fuste diçka në xhep kur ishte para vitrinës. Thirrni policin, kjo vajzë është një hajdute. Bota dukej se ndaloi për një sekondë. Të gjithë njerëzit që po kalonin pa pritur ndaluan për të parë. Disa filluan të nxirrnin celularet për të filmuar, sepse në Tiranë asgjë nuk bëhet lajm më shpejt se një skandal në rrugë. Anisa mbeti e paralizuar nga frika, me sytë e zmadhuar, e gjithë trupi duke i dridhur. Ardiani ndjeu zemërimin të shpërthente brenda tij. Ai u kthye nga Valbona me një shprehje aq të ashpër sa ajo bëri një hap prapa. Ju po akuzoni një fëmijë 5 vjeçar për vjedhje pa asnjë provë, tha ai, dhe zëri i tij ishte rrezikshmërisht i ulët. Le të shohim kush ka të drejtë. Anisa, a mund të më tregosh çfarë ke në xhep? Anisa, me duar që i dridheshin, nxori nga xhepi gjysmën e bananes që kishte ruajtur më herët. Ishte vetëm kjo që kishte. Ardiani mori bananen dhe ja tregoi Valbonës. Kjo erdhi nga dyqani juaj? E pyeti ai me ironi. Shisni banane të shtypura tani? Valbona u skuq, por nuk u dorëzua. Duhet ta ketë fshehur diku tjetër atëherë, këmbënguli ajo, por zëri i saj nuk kishte më të njëjtin bindje.
Ardiani u kthye nga turma që ishte formuar. A e pa dikush këtu këtë vajzë të hynte në dyqan apo të merrte diçka? Pyeti ai me zë të larë. Askush nuk u përgjigj. Njerëzit filluan të shpërndaheshin, të zhgënjur që nuk patën dramën që prisnin. Mirela, punonjësja sociale, u afrua përsëri. Dëgjoni, zoti Gashi, mendoj se është më mirë ta marr unë vajzën me vete tani. Do ta dërgoj në strehën e duhur. Por diçka në mënyrën se si e tha këtë e bëri Ardianin të dyshonte. Pse ky nxitim? Pse nuk po bënte më shumë pyetje, nuk po përpiqej të kuptonte më mirë situatën? Dhe si e dinte emrin e tij, nëse ai nuk i ishte prezantuar asaj? Jo, tha Ardiani me vendosmëri. Do ta zgjidh këtë personalisht. Do të telefonoj kontaktet e duhura, do të sigurohem që vajza të kujdeset siç duhet. Mirela u duke irrituar për një sekond, por pastaj sforcoi një buzëqeshje. Si të doni, zotëri. Por nëse keni nevojë për ndihmë, ja ku e keni kartën time. Dhe ajo i dha një kartë që dukej zyrtare, me logo e gjithçka, por Ardiani e futi në xhep pa e parë shumë, ende dyshues. Ndërkohë, Anisa vazhdonte të ishte aty, e vogël me xhaketën e madhe mbi supe, pa kuptuar shumë mirë se çfarë po ndodhte, por duke e ndjerë se diçka kishte ndryshuar, se ndoshta për herë të parë në jetë dikush po luftonte vërtet për të. Jo thjesht duke i dhënë lëmosh apo duke ndjerë keqardhje, por duke e parë si një person që meritonte dinjitet dhe respekt. Ardiani e shikoi dhe mori një vendim që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Ai nuk do ta linte atë vajzë të kthehej në rrugë. Jo atë ditë. Jo pas gjithçkaje që kishte ndodhur. Ai do të zbulonte të gjithë të vërtetën për Anisën, për atë se kush ishte, nga kishte ardhur, dhe pse një fëmijë kaq i vogël ishte vetëm në rrugët e një qyteti kaq të madh e mizor. Dhe ai do ta bënte këtë jo për bamirësi, jo për të ndjerë hero, por sepse duke parë atë vajzë ai shite shansin për të rregulluar diçka që ishte thyer brenda tij prej shumë kohësh, shansin për të bërë, ndoshta, më në fund, gjën e duhur. Nata kishte rënë mbi Tiranë dhe qyteti që kur nuk fle vazhdonte të pulsonte me dritat e tij, makinat e tij, zhurmën e tij të vazhdueshme që duket se nuk mbaron kurrë. Ardiani ishte në sediljen e pasme të makinës së tij, me Anisën të ulur pranë tij, aq e vogël sa ripi i sigurimit i qëndronte shtrembër në trupin e saj të dobët. Ajo kishte qëndruar e heshtur gjatë gjithë rrugës, duke parë nga dritarja me ata sy të mëdhenj që dukej se përpiqeshin të ruanin çdo detaj të atij momenti, sikur të kishte frikë të zgjohej dhe të zbulonte se gjithçka ishte vetëm një ëndër. Ardiani i kishte telefonuar Julindës, sekretares së tij, dhe i kishte kërkuar të anulonte të gjitha takimet për pjesën tjetër të ditës. Julinda ishte habitur sepse Ardiani kur nuk anulonte asgjë, por nuk kishte bërë pyetje. Ai kishte telefonuar gjithashtu avokatit të tij, Kujtim Bashës, duke i shpjeguar situatën dhe duke i kërkuar këshilla se si të vepronte ligjërisht me rastin e një fëmie në situatë rruge. Kujtimi kishte qenë i kujdesshëm, duke i kujtuar Ardianit se nuk mund ta merrte thjesht një fëmijë në shtëpi pa ndjekur procedurat ligjore, por gjithashtu kishte rënë dakord të kontaktonte zyrën për mbrojtjen e fëmijëve dhe punonjës social të besuar për të vlerësuar situatën. Por ndërsa e gjithë kjo pjesë burokratike zgjidhej, Ardiani nuk do ta linte Anisën të kthehej në rrugë. Ai kishte vendosur ta çonte fillimisht në një spital privat për të siguruar që ishte mirë me shëndet, që nuk kishte asgjë serioze përveç kequshqyrjes së dukshme dhe plagëve në këmbë. Dhe pastaj do të zbulonte se çfarë të bënte. Makina ndaloi para spitalit amerikan dhe Ardiani doli i pari, pastaj u kthye për të ndihmuar Anisën. Ajo hezitoi para se të dilte, duke parë ndërtesën e madhe dhe të ndriçuar sikur të ishte një kështjell nga një botë tjetër. Ardiani i zgjati dorën dhe pas një momenti hezitimi, ajo e kapi. Dora e saj ishte aq e vogël brenda së tijës, aq e brishtë, sa Ardiani ndjeu përsëri atë shtrëngim në gjoks që kishte ndjerë në trotuar. Brenda spitalit, infermierët u habitën kur pan Ardian Gashin, biznesmenin e famshëm, duke hyrë me një vajzë rruge. Por ai nuk dha shpjegime, vetëm kërkoi të thërrisnin pediatrin më të mirë në dispozicion dhe t'i thoshin se ishte urgjente. Brenda pak minutash, ata u çuan në një dhomë private, ku një mjeke rreth 50 vjeçe, me flokë të thinjur dhe vështrim të butë, po priste. Emri im është doktoresha Besa, tha ajo, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e Anisës. Dhe ti, si e ke emrin, e dashur? Anisa, u përgjigj vajza me zë të ulët dhe doktoresha buzëqeshi në një mënyrë që e bëri Anisën të relaksohej pak. Anisa, çfarë emri i bukur.
Do të më duhet të vizitoj për të parë nëse gjithçka është në rregull, dakord? Nuk do të bëj asgjë që të lëndon, premtoj. Vizita zgjati gati 1 orë. Doktoresha Besa ishte e butë dhe e kujdesshme, duke biseduar me Anisën gjatë gjithë kohës për ta shpërqendruar ndërsa kontrollonte gjithçka, zemrën, mushkëritë, sytë, veshët. Ajo pastroi dhe fashoi plagët në këmbët e vajzës, të cilat ishin të infektuara nga të ecurit zbathur në asfaltin e nxehtë. Kërkoi analiza gjaku për të verifikuar nëse kishte anemi apo mangësi të tjera ushqyese. Dhe në fund, e thiri Ardianin për një bisedë private në korridor. Ajo është e kequshqyer, por asgjë që nuk mund të përmirësohet me ushqim të duhur, tha doktoresha, dhe zëri i saj ishte i ngarkuar me një trishtim profesional, ai lloj trishtimi i dikujt që ka parë shumë fëmijë në situata të ngjashme. Plagët në këmbë do të shërohen mirë. Por, zoti Gashi, kjo vajzë ka kaluar shumë. Ajo është e frikësuar, dyshuese. Do të ketë nevojë për shumë më tepër se kujdes mjekësor. Do të ketë nevojë për siguri, për dashuri, për dikë që t'i tregoj se bota nuk është vetëm mizori. Ardiani tundi kokën, duke gëlltitur nyjen që ishte formuar në fyll. Do të kujdesem për këtë, tha ai, dhe kuptoi se po bënte një premtim që shkonte shumë përtej asaj që kishte planifikuar kur ndaloi në atë trotuar disa orë më parë. Kur u kthyen në dhomë, Anisa ishte ulur në barel, duke tundur këmbët sepse nuk i arrinin në 2 sheme. Një infermiere i kishte dhënë një lëng frutash me kuti dhe një pako biskota, dhe ajo po hante ngadalë, duke shijuar çdo copë sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Ardiani ul pranë saj dhe e vëzhgoi për një moment, duke menduar se sa e padrejt ishte që një fëmijë kaq i vogël duhej të jetonte me aq shumë uri sa një biskot e thjesht të bëhej një thesar. Anisa, tha ai butësisht, unë do të çoj në një vend të sigurt sonte, dakord? Një vend ku mund të flesh në një krevat të vërtet, të bësh dush, të hash siç duhet. E do këtë? Anisa ndaloi së përtypuri dhe e shikoi me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Kishte shpresë aty, por edhe frikë, dyshim. Dhe do të më përzësh pastaj, pyeti ajo, dhe zëri i saj ishte aq i ulët sa Ardiani mezi e dëgjoi. Pyetja e goditi Ardianin si një grusht. Ajo vajzë 5 vjeçare tashmë kishte mësuar se asgjë nuk zgjat, se gjithçka është e përkohshme, se njerëzit shfaqen dhe zhduken, se të besosh është e rrezikshme. Jo, u përgjigj ai dhe i vuri dorën në supë butësisht. Nuk do të përs. Do të zbuloj se çfarë ka ndodhur me ty nga ke ardhur dhe do të sigurohem që të qëndrosh në një vend ku të kujdesen siç duhet. Të premtoj. Anisa e studioi për një moment të gjatë, sikur po përpiqej të vendoste nëse mund t'i besonte apo jo. Dhe pastaj, ngadalë, ajo tundi kokën në shenjë pohimi. Mirë, tha ajo, dhe ju kthye biskotës. Ardiani kishte një apartament në blok, një nga lagjet më luksoze të Tiranës, por nuk do ta çonte Anisën atje atë natë. Jo ende. Në vend të kësaj i telefonoi nënës së tij, nëna Dritës, e cila jetonte në një shtëpi të madhe pranë liçenit artificial. Drita ishte një grua 65 vjeçe, e veprej 10 vjetësh, që ja kishte kushtuar jetën rritjes së Ardianit dhe 2 motrave të tij, pasi burri i vdiq herët nga një problem në zemër. Ajo ishte nga ai lloj njeriu që gjithmonë kishte vend për një më shumë në tryez, që gjithmonë dinte çfarë të thoshte për të qetësuar dikë, që kishte atë mënyrën amësore që bën këdo të ndihet i sigurt. Mami, kam nevojë për ndihmën tënde, tha Ardiani kur ajo ju përgjigj telefonit, dhe shkoi drejt në temë sepse e dinte se po të fillonte të shpjegonte shumë do të përlotej. Jam me një vajzë që ishte në rrugë, është 5 vjeçe dhe nuk ka ku të shkojë. A mund ta sjell në shtëpinë tënde sonte? Pati një moment heshtjeje nga ana tjetër e linjës dhe Ardiani imagjinoi nënën e tij duke përpunuar informacionin, me siguri me atë shprehjen e habitur që bënte gjithmonë kur ai thoshte diçka të papritur. Sille, bir, u përgjigj ajo më në fund, dhe zëri i saj ishte i vendosur dhe mikpritës. Do të përgatis dhomën e miqve. Dhe sill edhe rroba, fëmia ka nevojë për rroba të pastra. Ardiani ndjeu një lehtësim të madh. Faleminderit, mami. Po vi tani. Shtëpia e nëna Dritës ishte e ngrohtë, me bim në balkon, erkeku në ajër, dhe atë lloj dekori që nuk është i revistave, por që të bën të ndihesh si në shtëpi. Kur Ardiani arriti me Anisën, Drita po priste në derë dhe gjëja e parë që bëri ishte të ulej në gjunjë dhe të hapte krahët për vajzën. Përshëndetje, shpirt, tha ajo me atë zërin e ëmbël që e kishte qetësuar Ardianin në kaq shumë momente të vështira të jetës së tij. Mirë se erdhe.
Unë quhem Drita, por mund të më thërasësh gjyshe nëse do eja, do të tregoj dhomën. Anisa shikoi Ardianin sikur të kërkonte leje dhe ai tundi kokën inkurajues. Shko, tha ai. Gjyshja Drita është personi më i mirë që do të njohësh. Drita e kapi Anisën për dorë dhe e çoi brenda, duke biseduar gjatë gjithë kohës për gjëra të thjeshta dhe ngushëlluese. Dhoma e miqve ishte rregulluar me çarçaf të pastër e me aromë të mirë dhe kishte një këmishë nate shumë të madhe që kishte qenë e njërës prej motrave të Ardianit kur ishte fëmijë, por që do t'i shërbente Anisës për të fjetur. Drita e çoi vajzën në banjë dhe e ndihmoi të bënte dush, duke i larë me kujdes flokët e shpupuritur, duke pastruar butësisht pa pastërtinë e grumbulluar prej ditësh apo ndoshta javësh në rrugë. Kur Anisa doli nga dushi, e mbështjell me një peshqir të madh e të butë, dukej si një fëmijë tjetër. Flokët e lagur i binin drejt mbi shpinë dhe pa shtresën e papastërtisë mund të shije se kishte një fytyrë delikate me quka në hun dhe ato faqet që duhet të ishin të plota por ishin tepër të futura për një fëmijë të moshës së saj. Drita i veshi këmishën e natës, i krehu flokët me durim dhe pastaj e çoi Anisën në kuzhinë. Ardiani ishte ulur në tryez dhe kur pa vajzën të hynte, e pastër dhe me atë pamjen më të relaksuar, ndjeu zemrën t'i shtrëngoi përsëri. Ajo dukej aq e brisht, aq e pambrojtur, por në të njëjtën kohë kishte një forcë tek ajo që ai e admironte, një forcë që i kishte lejuar të mbijetonte në rrugë kur kaq shumë fëmijë të tjerë nuk ja dilnin. Gjyshja Drita bëri supë, tha Anisa me ndrojtje, duke u ulur në karrigen pranë Ardianit. Ajo tha se supa është e mirë kur barku ka qenë bosh për shumë kohë. Ardiani shikoi nënën e tij, e cila ishte në kuzhinë duke ngrohur supën me atë mënyrën e saj efikase, dhe ndiu një mirënjohje të madhe. Nëna e tij gjithmonë dinte çfarë të bënte, gjithmonë dinte si të kujdesej për njerëzit, dhe ai kuptoi në atë moment se sa shumë i kishte munguar kjo në jetën e tij, sa shumë ishte larguar nga familja në kërkim të suksesit dhe kishte humbur këto gjëra të thjeshta por thelbësore gjatë rrugës. Drita solli supën në tryez së bashku me bukë të freskët dhe gjalp dhe qëndroi aty në këmbë duke parë Anisën të hante, me atë vështrimin e një nëne që ditë një urinë e vërtetë. Vajza hante ngadalë duke shijuar çdo lugë dhe kur mbaroi pjatën e parë, Drita e pyeti nëse donte më shumë. Anisa hezitoi, sikur të mos donte të dukej lakmitare, por pastaj tundi kokën në shenjë pohimi dhe Drita ja mbushi pjatën përsëri pa bërë asnjë koment që mund ta vinte në siklet fëmijën. Pas darkës, Drita e çoi Anisën përsëri në dhomë dhe e shtriu në krevat. Vajza u zhyt në dyshekun e butë sikur kur të mos kishte ndjerë diçka kaq të rehatshme në jetë, dhe Drita i tërhoqi batanien deri në mjekër, duke e mbuluar mirë. Je e sigurt këtu, shpirt, tha ajo, duke i kaluar dorën nëpër flokët e Anisës. Askush nuk do të lëndoj, askush nuk do të largoj që këtu sonte. Mund të flesh e qetë. Anisa mbylli syt, por Drita vuri re se ajo po luftonte për të mos rënë në gjumë, sikur të kishte frikë të ulte vigjilencën. Kështu flen njerëzit që jetojnë në rrugë, gjithmonë vigjilent, gjithmonë gati të zgjohen dhe të vrapojnë nëse është e nevojshme. Drita qëndroi aty ulur në cep të krevatit, duke kënduar me zë të ulët një ninull të vjetër, derisa më në fund pa trupin e vogël të Anisës të relaksoi dhe frymëmarrjen të bëhej më e thellë dhe e rregull. Kur Drita u kthye në dhomën e ndenjes, gjeti Ardianin të ulur në divan me kokën mes duarve. Ajo ul pranë tij dhe i vuri dorën në shpinë, duke bërë atë lëvizjen rrethore që bënte gjithmonë kur ai ishte i vogël dhe i shqetësuar për diçka. Tregoi mamit çfarë po ndodh, bir, tha ajo butësisht. Dhe Ardiani tregoi. Tregoi për skenën në bulevard, për gruan që po shtëronte Anisën, për ndjesinë e njohjes që kishte ndjerë duke parë atë vajzë, për atë se si nuk mund të ndalonte së menduari për erën dhe se si kishte dështuar si baba. Tregoi për pastruesen që tha se kishte një burr që e përdorte Anisën për të fituar para, për punonjësen sociale të rreme që ishte shfaqur nga hiçi dhe ja dinte emrin pa u prezantuar, për të gjitha gjërat e çuditshme që kishin ndodhur. Drita dëgjoi gjithçka në heshtje dhe kur Ardiani mbaroi, ajo mbeti mendueshëm për një moment para se të fliste. Po bën gjën e duhur, Ardian, tha ajo më në fund. Por duhet të kuptosh se ky nuk është një vendim i thjeshtë. Kjo vajzë nuk është një projekt që mund ta rregullosh dhe pastaj ta arkivosh. Ajo është një person me trauma, me histori, me nevoja që shkojnë përtej asaj që parat mund të zgjidhin. Nëse do të përfshihesh në këtë, duhet të jesh i përgatitur të shkosh deri në fund. Ardiani shikoi nënën e tij dhe pa mençurinë në sytë e saj, atë mençuri që vjen nga të jetuarit shumë dhe të parit shumë gjëra. E di, mami, tha ai.
Dhe mendoj se pikërisht për këtë arsye duhet ta bëj këtë. Sepse unë dështova me Erën. Nuk isha i pranishëm kur ajo kishte nevojë për mua. Zgjodha punën, parat, suksesin dhe humba vajzën time në proces. Nuk mund ta kthej Erën, nuk mund t'i zhbëj gabimet që kam bërë. Por ndoshta, nëse arri të bëj një ndryshim në jetën e kësaj vajze, ndoshta do të arri në një farë mënyre të shlyej fajin. Drita ja shtrëngoi dorën të birit. Shlyerja e fajit nuk funksionon kështu, bir. Nuk mund të përdorësh një fëmijë tjetër për të rregulluar gabimet e tua me Erën. Por nëse dëshiron sinqerisht ta ndihmosh këtë vajzë sepse ajo ka nevojë dhe sepse është gjëja e duhur për të bërë, atëherë unë jam me ty, do të zbulojmë historinë e saj, do të sigurohemi që ajo të kujdeset dhe do ta bëjmë këtë në mënyrën e duhur. Ardiani tundi kokën, duke u ndier mirënjohës që kishte një nën kaq të arsyeshme. Ndërsa ata bisedonin, asnjëri prej tyre nuk e vuri re se Anisa ishte zgjuar dhe ishte në derën e korridorit, duke dëgjuar bisedën. Ajo nuk i kuptonte të gjitha fjalët, por kuptonte mjaftueshëm për të ditur se ata njerëz po flisnin për ta ndihmuar, për të mos e përzënë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Anisa ndjeu diçka që kishte harruar se ishte e mundur të ndjehej, shpresë të vërtetë, jo atë shpresën e brish dhe të frikësuar që ke kur shikon një fustan në një vitrinë, por një shpresë të fortë, të bazuar në mirësinë e sinqertë që kishte parë në sytë e atij burri dhe në gjestet e asaj gruaje që e kishte quajtur shpirt dhe i kishte kënduar për ta vënë në gjumë. Të nesërmen, Ardiani u zgjua herët dhe filloi të bënte telefonata. Së pari i telefonoi avokat kujtimit, i cili tashmë kishte kontaktuar zyrën për mbrojtjen e fëmijëve dhe kishte caktuar një takim për atë pasdite. Pastaj i telefonoi një detektivi privat që e njihte, një burr i quajtur Genti që kishte punuar në disa raste për kompaninë e Ardianit dhe kishte reputacionin e të qenit diskret dhe efikas. Genti, kam nevojë të hetosh një situatë për mua, tha Ardiani kur detektivi u përgjigj. Bëhet fjalë për një fëmijë, një vajzë 5 vjeçare që jetonte në rrugë pranë bulevardit. Kam nevojë të di nga ka ardhur, nëse ka familje, çfarë ka ndodhur që ka përfunduar në rrugë. Dhe ka më shumë, një grua u shfaq dje duke u hequr si punonjëse sociale, por kishte diçka të çuditshme tek ajo. Dua të zbulosh kush është ajo në të vërtetë. Nëse do të ishit në vendin e Ardianit, a do ta kishit strehuar Anisën apo do të kishit thirrur autoritetet menjëherë? Na tregoni në komente. Genti bëri disa pyetje, shënoi të gjitha detajet dhe premtoi të fillonte hetimin menjëherë. Ardiani e dinte se do të kushtonte shtrenjtë, por parat ishin e vetmja gjë që i tepronte, dhe nëse mund t'i përdorte për të ndihmuar Anisën, atëherë ia vlente çdo lek. Ndërkohë, në shtëpinë e nën Adritës, Anisa u zgjua e hutuar, duke i marrë disa sekonda për të kujtuar se ku ishte. Dhoma ishte e ndritshme dhe e ajrosur, me perde të bardha që linin diellin e mëngjesit të hynte butësisht. Ajo ul në krevat, ende e veshur me këmishën e natës shumë të madhe, dhe shikoi përreth sikur po përpiqej të kuptonte nëse kjo ishte reale apo do të zgjohej papritur përsëri në trotuarin e fortë e të ftohtë. Dera u hap ngadalë dhe drita hyri me një tabaka në dorë. Mirëmëngjes, shpirt, tha ajo me atë buzëqeshjen e ngrohtë. Të solla mëngjesin. Ka bukë me gjalpë, qumësht me çokoladë dhe fruta. Të pëlqejnë frutat? Anisa tundi kokën, ende pak dyshuese, por duke filluar të relaksoj. Drita vendosi tabakan në krevat dhe ul pranë vajzës, duke e vëzhguar ndërsa hante. Nuk e nxitoi, nuk bëri komente për sasinë, thjesht qëndroi aty, e pranishme dhe e qetë, duke transmetuar siguri. Anisa, tha drita butësisht pasi vajza mbaroi së ngrëni, a të kujtohet nga ke ardhur? A të kujtohet nëna apo baba yt? Anisa ndaloi së përtypuri dhe shikoi prerin e saj. Kisha një nën, tha me zë të ulët. Por ajo u sëmur dhe iku. Ishte një burr që tha se do të kujdesej për mua, por ai donte vetëm që unë të lypja para në rrugë. Nëse nuk merrja para mjaftueshëm, ai zemërohej dhe nuk më jepte ushqim. Drita ndjeu lotët t'i ngjiteshin, por i mbajti sepse nuk donte ta tremte Anisën. Dhe atë kujtohet emri i këtij burri? Apo ku jetoje para se të dilje në rrugë? Anisa tundi kokën. Nuk ja mbaj mend emrin. Të gjithë e thërrisnin vetëm Xhaxhi. Dhe shtëpia ishte larg, duhej të merrje shumë autobus. Kishte një këndlojrash afër, por unë nuk mund të luaja sepse ai më vëzhgonte. Drita i shënoi mendërisht të gjitha këto informacione për t'ia kaluar Ardianit më vonë. Mirë, shpirt, tha ajo, duke e përqafuar butësisht vajzën. Tani je e sigurt.
Askush nuk do të detyroj të bësh diçka që nuk do më vonë atë mëngjes. Kur Ardiani arriti në shtëpinë e Dritës, ai solli çanta plot me rroba të reja për Anisën. I kishte blerë në një qendër tregtare aty pranë, duke zgjedhur me kujdes gjëra që ishin të rehatshme dhe të bukura, pantallona, bluza, një xhup, atlete të reja dhe nuk rezistoi dot. Kishte blerë edhe një fustan të ngjashëm me atë të vitrinës, ngjyrë roz e çelët me qëndisma delikate. Kur Anisa pa rrobat, sytë e saj u zmadhuan. Janë të gjitha për mua, pyeti ajo, e pabesueshme. Po, janë, u përgjigj Ardiani, duke u ulur në gjunjë në lartësinë e saj. Dhe ka edhe këtë këtu, tha ai, duke nxjerrë fustanin nga çanta. Të kujtohet ai që të pëlqeu në vitrinë? Ky është i ngjashëm. Do ta provosh? Anisa mori fustanin me të dyja duart, sikur të mbante diçka shumë të brishtë dhe të çmuar. Me ndihmën e Dritës, ajo veshi fustanin dhe kur u pa në pasqyrë, diçka ndryshoi në fytyrën e saj. Për herë të parë që kur Ardiani e kishte gjetur, ajo buzëqeshi. Nuk ishte një buzëqeshje e madhe, por ishte e sinqertë, që vinte nga diku thellë brenda saj ku ende ekzistonte një vajzë që i pëlqenin gjërat e bukura dhe të ndiej e veçantë. Ardiani dhe Drita shkëmbyen një vështrim dhe asnjëri prej tyre nuk pati nevojë të thoshte asgjë. Ata e dinin se ai moment ishte i rëndësishëm, se ai fustan nuk ishte thjesht një copë pëllure, por një simbol dinjiteti, vlere, përkatësie. Pasdite, Ardiani e çoi Anisën në takimin në Zyrën për mbrojtjen e fëmijëve. Ishte e vështirë, sepse vajza u tremb kur pa kaq shumë të rritur duke i bërë pyetje, por Ardiani qëndroi pranë saj gjatë gjithë kohës, duke i mbajtur dorën, duke e siguruar se e dinte që nuk ishte vetëm. Këshilltarja përgjegjëse, një grua e quajtur Teresa, ishte e butë por e vendosur, duke shpjeguar se Anisa do të duhej të kalonte një vlerësim të plotë, se do të ishte e nevojshme të zbulohej nëse kishte familje, se kishte procedura ligjore që duheshin ndjekur. Zoti Gashi, tha këshilltarja, duke ju drejtuar Ardianit privatisht pas takimit, unë e kuptoj që ju doni të ndihmoni, dhe kjo është e admirueshme. Por ju duhet të kuptoni se nuk mund të vendosni thjesht të qëndroni me këtë fëmijë. Nëse gjejmë familjen e saj, ajo do të duhet të kthehet tek familja, përveç se nëse provohet se familja është e papërshtatshme. Dhe nëse nuk gjejmë familje, ajo do të duhet të dërgohet për birësim përmes kanaleve ligjore. Ardiani e dinte këtë, por gjithsesi ndjeu një therrje ankthi kur dëgjoi fjalët. E kuptoj, tha ai. Por ndërsa kjo zgjidhet, unë do të doja të isha përgjegjës për të. Kam kushte financiare, kam mbështetje familjare dhe vajza tashmë ka filluar të më besoj. Do të ishte traumatike për të çojë në një streh tani. Teresa mbeti mendueshëm. Do ta konsideroj këtë, tha ajo më në fund. Por do të më duhet dokumentacion i plot, do të më duhet të bëj vizita të rregullta, dhe ju do të duhet të punoni me ne në këtë hetim. Nëse bini dakord me të gjitha këto, mund t'ju jap një kujdestari të përkohshme provizore ndërsa hetojmë rastin. Ardiani ra dakord me gjithçka menjëherë. Ai do të bënte çfarëdo që të ishte e nevojshme për ta mbajtur Anisën të sigurt. Atë natë, ndërsa Anisa flinte në shtëpinë e Dritës, e veshur me pishamet e reja që Ardiani i kishte bler, Genti, detektivi, telefonoi me informacionet e para. Ardian, kam disa gjëra interesante këtu, tha ai, dhe zëri i tij ishte serioz. Së pari, për gruan që u prezantua si punonjëse sociale. Emri në kartën e saj është i rrem. Nuk ekziston asnjë Mirela që punon në organet zyrtare të shërbimit social të Tiranës. Por bëra një kërkim dhe gjeta një grua me të njëjtin përshkrim fizik që punon për një organizatë që thonë se është një ONG për mbrojtjen e fëmijëve, por që në të vërtetë ka lidhje me njerëz të përfshirë në skema të shfrytëzimit të fëmijëve. Ardiani ndjeu gjakun t'i ngri. Po thua se ajo grua do të përpiqej ta merrte Anisën për ndonjë lloj skeme? Është një mundësi e fortë, u përgjigj Genti. Dhe ka më shumë. Arrita të flas me disa njerëz që punojnë në zonën e bulevardit, shitës ambulant, personel pastrimi. Disa prej tyre e njohin Anisën. Thonë se ajo u shfaq aty rreth 3 muaj më parë, gjithmonë e shoqëruar nga një burr që e quajnë Xhaxhi, siç tha vajza. Ky burr e linte të lypte para dhe pastaj kthehej në fund të ditës për të marrë atë që kishte mbledhur. Nëse ajo nuk mblidhte mjaftueshëm, ai nuk i jepte ushqim. Ardiani shtrëngoi grushtin me aq forcë sa nyjet ju zbardhen. Dhe ky burr, arrite të marrësh ndonjë informacion për të? Po punoj për këtë, tha Genti. Por ja ku është pjesa që do të interesoj, zbulova diçka për të kaluarën e Anisës.
Bisedova me një infermiere që punon në një qendër shëndetësore afër vendit ku vajza u pa për herë të parë. Ajo kujton një grua që solli një vajzë të vogël për vizitë rreth 6 muaj më parë. Gruaja ishte shumë e sëmur, dukej se kishte ndonjë lloj problemi serioz dhe tha se nuk kishte si të kujdesej për të bijën. Infermierja u përpoq ta drejtonte te shërbimi social, por kur u kthye me letrat, gruaja dhe vajza ishin larguar. Kjo grua, e zbulove kush ishte? Pyeti Ardiani, zemra i rrite më shpejt. Ende jo, por po e ndjek këtë pisë. Ajo që mund të them është se përshkrimi i vajzës përputhet me Anisën, e njëjta moshë, të njëjtat karakteristika fizike. Dhe ka edhe diçka tjetër, Ardian. Infermierja tha se gruaja kishte përmendur një emër. Një emër që ndoshta është i familjes së vajzës. Ajo tha se mbiemri ishte Prifti dhe se kishte një vëlla që jetonte diku në veri të Shqipërisë, por që ishin larguar prej shumë kohësh për shkak të një mosmarrëveshjeje familjare. Ardiani ndjeu një përzierje shprese dhe ankthi. Prifti ishte një mbiemër shumë i zakonshëm në Shqipëri, që do të thoshte se mund të duhej kohë për të gjetur familjen e duhur. Por të paktën ishte një fillim, ishte një pisë që mund të çonte në përgjigje. Vazhdo të hetosh, Genti, tha Ardiani. Kam nevojë të di të gjithë të vërtetën për atë që ka ndodhur me Anisën. Ajo meriton të di nga ka ardhur dhe unë duhet të sigurohem që ajo kur më të mos kthehet në atë lloj situate. Pasi mbylli telefonin, Ardiani qëndroi aty ulur në errësirën e apartamentit të tij, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur në 24 orët e fundit. Jeta e tij kishte ndryshuar plotësisht. Ai, që kishte kaluar vite i fokusuar vetëm në biznese dhe fitime, tani ishte i përfshirë në një mision që nuk kishte të bënte fare me para apo sukses profesional. Bëhej fjalë për të shpëtuar një fëmijë, për të bërë gjën e duhur, për të gjetur, ndoshta, më në fund, një qëllim që ishte më i madh se ai vetë. Dhe ndërsa mendonte për këtë, Ardiani kuptoi diçka që e habiti. Për herë të parë në 5 vjet që kur Elira dhe Era ishin larguar nga jeta e tij, ai ndihej vërtet i gjallë, vërtet i lidhur me diçka që kishte rëndësi. Dhimbja ishte ende aty, faji ishte ende aty, por tani kishte edhe shpresë, mundësinë e shlyerjes së fajit, shansin për të bërë një ndryshim në jetën e dikujt që kishte vërtet nevojë. Ai nuk i dinte ende të gjitha sekretet që ishte gati të zbulonte, nuk i dinte kthesat që do të vinin, nuk e dinte se historia e Anisës ishte më e lidhur me historinë e tij se sa mund ta imagjinonte ndonjëherë. Por ai dinte një gjë me siguri, nuk do të hiqte dorë nga ajo vajzë. Pavarësisht se çfarë do të zbulonte, pavarësisht pengesave që do të shfaqeshin në rrugë. Anisa i kishte dalë në rrugë për një arsye dhe ai do të zbulonte se cila ishte ajo arsye, edhe nëse kjo do të thoshte të përballej me të vërteta që ishte përpjekur t'i varroste në të kaluarën. Një javë kishte kaluar që nga dita kur Ardiani gjeti Anisën në bulevardin në dëshmorët e kombit dhe në atë javë shumë gjëra kishin ndryshuar. Anisa po jetonte përkohësisht në shtëpinë e nëna Dritës dhe dalë ngadalë po e humbiste atë vështrimin e friksuar të dikujt që pret të përzihet në çdo moment. Ajo ende zgjoi natën ndonjëherë e hutuar duke kërkuar diçka që vetëm ajo e kuptonte, por Drita ishte gjithmonë aty duke e qetësuar, duke i thënë se gjithçka ishte në rregull, se ishte e sigurt. Ardiani e vizitonte çdo ditë, ndonjëherë 2 herë në ditë. Ai kishte riorganizuar të gjithë agjendën e tij të punës, duke deleguar mbledhjet e menaxherët e tij, duke anuluar udhëtime, duke i dhënë përparësi për herë të parë në jetë diçkaje që nuk kishte të bënte fare me biznesin. Julinda, sekretarja e tij, ishte habitur aq shumë me ndryshimin sa arriti ta pyeste nëse ishte mirë me shëndet, dhe Ardiani kishte qeshur, duke thënë se për herë të parë pas shumë kohësh ishte më mirë se kurrë. Por ndërsa Anisa po përshtatej me realitetin e ri, Genti, detektivi, po zbulonte gjëra që shkonin shumë përtej asaj që kushdo kishte imagjinuar. Një pasdite të mërkurë, ai i telefonoi Ardianit duke kërkuar një takim urgjent. Duhet të flasim personalisht, tha ai, dhe kishte diçka në zërin e tij që e bëri Ardianin të kuptonte se ajo që kishte zbuluar ishte serioze. Ata u takuan në një kafe diskrete në blok, larg vendeve ku Ardiani njihej lehtësisht. Genti ishte në një tavolinë në fund, me një dosje plot dokumente dhe foto para tij. Kur Ardiani u ul, detektivi shkoi drejt në temë. Ardian, ajo që kam zbuluar është e komplikuar, filloi ai, duke shtyrë dosjen drejt Ardianit. Arrita të gjurmoj të kaluarën e Anisës dhe historia është më e trisht se sa e imagjinonim. Nëna e saj quhej Ana Prifti. Ajo ishte infermiere, punonte në një spital publik në Kamës.
Humbi burrin në një aksident pune kur Anisa ishte 2 vjeçe dhe mbeti vetëm për të rritur vajzën. Ana bëri ç'të mundte, por rreth një vit më parë u diagnostikua me një kancer agresiv. Ajo nuk kishte familje të afërt, prindërit i kishin vdekur dhe i vetmi vëlla që kishte jetonte në veri dhe ishin grindur prej vitesh për shkak të një trashëgimie. Ardiani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Anisa kishte humbur baban dhe pastaj nënën. Ishte më shumë se sa çdo fëmijë duhet të duronte. Dhe çfarë ndodhi me Anën? Ajo u përpoq të vazhdonte të punonte ndërsa bënte trajtimin, por u dobësua shumë. Humbi punën, humbi apartamentin që merrte me qira. Ishte atëherë kur u shfaq ky burri që e quajnë Xhaxhi. Emri i tij i vërtet është Luan Marku dhe ai ka një histori mjaft të pistë, është arrestuar më parë për vepra të paligjshme që përfshin shfrytëzimin e të miturve, por gjithmonë arrin të shpëtojë sepse viktimat kanë frikë të dëshmojnë. Ai i ofroi ndihmë Anës, i tha se njihte një vend ku ajo mund të qëndronte ndërsa trajtohej. Por ishte gjithçka gënjeshtër. Ai donte të kishte akses tek Anisa. Ardiani mbylli syt për një moment duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin që po rritej brenda tij. Dhe Ana, çfarë ndodhi me të? Genti uli syt dhe Ardiani e dinte përgjigjen para se ai të fliste. Ajo nuk ja doli, Ardian. Ndërroi jetë rreth 4 muaj më parë në një spital publik. Vetëm. Anisa nuk ishte me të sepse Luani tashmë i kishte ndarë. Ai i tha Anës se po kujdesej për vajzën, se ajo ishte në një vend të sigurt, por në të vërtetë ai tashmë po e përdorte Anisën për të lypur para në rrugë. Lotët erdhën pa mundur Ardiani t'i mbante. Ai nuk ishte njeri që qante, kishte mësuar që në moshë të re se burrat e biznesit nuk tregojnë dobësi, por në atë moment asgjë nga këto nuk kishte rëndësi. Ai po qante për Anisën, për gjithçka që kishte kaluar, për humbjen e nënës pa mundur as të përshëndetej. Po qante për Anën, një grua që kishte luftuar vetëm për të rritur të bijën dhe në fund ishte mashtruar nga një njeri mizor. Dhe po qante për veten, për vajzën që kishte humbur jo sepse ajo kishte vdekur, por sepse ai kishte zgjedhur të mos ishte i pranishëm. Ka më shumë, tha Genti, dhe zëri i tij ishte i rëndë. E zbulova vëllain e Anës. Ai quhet Florian Prifti, jeton në Shkodër, ka një familje, punon si kontabilist. E kontaktova, i shpjegova situatën. Ai u trondit kur mësoi se Ana kishte ndëruar jetë dhe u trondit edhe më shumë kur mësoi për ekzistencën e Anisës. Ai as nuk e dinte se motra e tij kishte një vajzë, sepse kishin ndaluar së foluri prej vitesh. Dhe ai dëshiron ta takojë Anisën, pyeti Ardiani, pa e ditur nëse shpresonte që përgjigja të ishte po apo jo. Ai tha po, por duhet të flas me gruan e tij fillimisht, të shoh se si reagon ajo ndaj ides. Ai ka 2 fëmijë adoleshent dhe të marrësh një mbes 5 vjeçare që ka kaluar kaq shumë trauma nuk është një vendim i thjeshtë. Ai kërkoi disa ditë për të menduar. Ardiani tundi kokën duke u përpjekur të përpunonte gjithçka. Nga njëra anë, ishte mirë që Anisa kishte familje, dik të gjakut që mund të kujdesej për të. Nga ana tjetër, ai kishte frikë se ajo do të dërgohej në Shkodër për të jetuar me njerëz që nuk i njihte, që ndoshta nuk ishin të përgatitur të përballeshin me gjithçka që ajo kishte jetuar. Dhe kishte gjithashtu, e pranonte për vete, një frikë egoiste se do ta humbiste, se nuk do të mund të ishte më i pranishëm në jetën e saj ashtu siç kishte qenë atë javë të fundit. Dhe Luani, çfarë zbulove për të? Pyeti Ardiani, duke ndryshuar temë sepse nuk mund të mendonte të humbiste Anisën në atë moment. Genti hapi një dosje tjetër dhe tregoi foto. Luan Marku, 52 vjeç. Ai përfiton nga gratë në situata të vështira, ofron ndihmë, fiton besimin e tyre dhe pastaj përdor fëmijët për të fituar para. Ai ka një skem, gjithmonë operon në të njëjtën zonë, gjithmonë ka 1 ose 2 fëmijë që punojnë për të në të njëjtën kohë. Dhe ka më shumë, ajo gruaja që u prezantua si punonjëse sociale, e ashtu quajtura Mirela, ajo punon për të. Skema e tyre është, kur dikush përpiqet të ndihmojë një nga fëmijët, ajo shfaqet duke u hequr si autoritet dhe përpiqet ta marrë fëmijën përsëri. Nëse nuk ja del, ajo njofton Luanin dhe ai zhduket me fëmijën në një pjesë tjetër të qytetit. Kjo ndodhi me Anisën, tha Ardiani, duke e kuptuar. Po ta kisha lënë atë grua ta merrte Anisën, ajo do të ishte zhdukur dhe askush nuk do ta dinte më kurrë për të. Pikërisht. Por ti nuk e le, dhe tani Luani është nervoz. Ai humbi një nga burimet e tij të ardhurave dhe më keq, e humbi nga dikush me burime për të hetuar vërtet dhe për t'i shkaktuar probleme.
Kontaktet e mia më thanë se ai po bën pyetje, duke u përpjekur të zbuloj se ku është Anisa. Ardiani ndjeu një të dridhur. A e di ai ku është shtëpia e nënës sime? Jo, dhe unë u kujdesa të sigurohem që askush me të cilin fola të mos e dinte saktësisht se ku është vajza. Por duhet të jesh i kujdesshëm. Luani është i rrezikshëm dhe ai nuk do të heqë dorë lehtë. Atë natë, Ardiani shkoi në shtëpinë e Dritës dhe bisedoi me të për gjithçka që Genti kishte zbuluar. Drita qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë pasi ai mbaroi së treguari duke parë dhomën ku Anisa po flinte. Ai fëmijë i gjor, tha ajo më në fund, dhe zëri i saj ishte plot dhimbje. Të humbasësh nënën kaq e re dhe të mos jesh as pranë saj në fund. Kjo nuk është e drejtë. Asgjë nga këto nuk është e drejtë. Jeta nuk është e drejtë, mami, tha Ardiani me hidhërim. Por ne mund të përpiqemi ta bëjmë pak më pak të padrejtë, të paktën për Anisën. Dhe ky xhaxhai që u shfaq, ky Floriani, mendon se do të dojë të qëndrojë me të? Ardiani pshertiu. Nuk e di. Por nëse ai do, unë nuk mund ta ndaloj. Ai është familje gjaku, ka më shumë të drejtë se unë. Drita e shikoi të birin me atë mençurinë e dikujt që ka jetuar shumë. E drejta e gjakut nuk është e njëjta gjë me të drejtën e zemrës, bir. Kjo vajzë tashmë ka krijuar një lidhje me ty, me ne. Ta shkulësh që këtu tani mund të jetë po aq traumatike sa gjithçka që ka kaluar. 2 ditë më vonë, Florian Prifti telefonoi. Ai kishte biseduar me gruan e tij, i kishte shpjeguar të gjithë situatën dhe ata kishin vendosur se donin ta takonin Anisën. Ardiani ra dakord të takoheshin në një vend neutral, në parkun e madh të liçenit artificial, të shtunën në mëngjes. Kur erdhi dita, Ardiani ishte nervoz në një mënyrë që nuk ishte as në mbledhjet më të rëndësishme të jetës së tij. Ai kishte shpjeguar Anisës se do të takonte xhaxhain e saj, vëllain e nënës së saj, por nuk kishte hyrë në detaje se çfarë mund të nënkuptonte kjo. Ajo kishte qëndruar e qetë kur e dëgjoi dhe Ardiani nuk mund të deshifronte se çfarë po ndjente. Florian Prifti ishte një burr 45 vjeç, me flokë që po fillonin të thinjeshin, syze me skele të thjeshtë, veshje të zakonshme por të rregull. Gruaja e tij, Mimoza, ishte më e re, duhet të ishte rreth të 40-tave, me një buzëqeshje të butë dhe sjellje të qetë. Ata arritën në park në orën e caktuar dhe kur pan Anisën, diçka ndryshoi në fytyrat e të dyve. Floriani u afrua ngadalë, u ul në gjunjë në lartësinë e vajzës dhe Ardiani pa sytë e tij të mbusheshin me lodh. Ti e fiks si Ana kur ishte fëmijë, tha ai, dhe zëri i tij ishte i mbytur. Më fal, nuk duhet të qaj, por të shoh ty është si të shoh motrën time përsëri. Anisa e shikoi xhaxhain me kuriozitet, por edhe me kujdes. E njohe mamin tim? Pyeti ajo me zë të ulët. Po, e njoha. Jemi rritur bashk, luanim bashk. Ajo ishte motra më e mirë që dikush mund të kishte, por ne u grindëm për një marrëzi kur ishim të rritur dhe unë isha tepër krenar për të kërkuar falje. Tani ajo ka ikur dhe unë kur nuk do të mund t'i them se më vjen shumë keq. Floriani kaloi orën tjetër duke biseduar me Anisën, duke i treguar histori për Anën kur ishte e re, duke i treguar foto të vjetra që kishte sjell në celular. Mimoza gjithashtu bisedoi me të, e butë dhe e duruar, duke e pyetur për gjërat që i pëlqenin, nëse i pëlqente të vizatonte, të luante, të shite filma vizatimor. Dhe Ardiani qëndroi aty ulur në një stol, duke vëzhguar gjithçka, duke ndjerë zemrën të ndahej mes lehtësimit që Anisa kishte familje që dukej se interesohej sinqerisht dhe frikës se do ta humbiste. Pasi Anisa shkoi të luante në këndin e lojrave me Mimozën që e mbikëqyrte nga afër, Floriani u ul pranë Ardianit. Faleminderit, tha ai, dhe zëri i tij ishte i sinqertë. Faleminderit që e shpëtove. Po të mos ishe ndalur në atë trotuar, nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur me Anisën. Ajo mund të ishte zhdukur, ose më keq. Bëra vetëm atë që çdo njeri duhet të bëjë, u përgjigj Ardiani. Por shumica e njerëzve nuk e bëjnë, tha Floriani. Shumica kalojnë drejt, bëjnë sikur nuk pan. Ti nuk kalove drejt dhe kjo bëri të gjithë ndryshimin. Mimoza dhe unë kemi biseduar shumë këto ditët e fundit. Ne duam t'i ofrojmë një shtëpi Anisës. Ajo është familje dhe ne nuk mund ta lëm pa një vend ku të qëndrojë. Por ne gjithashtu e kuptojmë se ajo tashmë ka krijuar një lidhje me ty dhe me nënën tënde. Mimoza sugjeroi diçka, po sikur të bënim një tranzicion gradual.
Anisa mund të vazhdonte të jetonte me nënën tënde për momentin dhe ne do ta vizitonim rregullisht, do të krijonim lidhjen dalë nga dalë. Kur ajo të jetë gati, mund të vijë të jetojë me ne në Shkodër. Por pa nxitim, pa e detyruar. Çfarë mendon? Ardiani ndjeu një lehtësim aq të madh sa Mezi arriti të përgjigjej. Mendoj se kjo është perfekte, tha ai më në fund. Është e rëndësishme që Anisa t'ju njohë ju, të di se ka familje. Por është gjithashtu e rëndësishme që ajo të mos shkulet nga gjithçka që po fillon ta njohë si siguri. Ata biseduan edhe pak, duke rënë dakord për detajet dhe kur u larguan nga parku atë mëngjes, kishte një marrëveshje mes tyre. Anisa do të vazhdonte të jetonte me nëna Dritën për momentin, Floriani dhe Mimoza do ta vizitonin çdo fundjavë, dhe kur vajza të ishte gati emocionalisht, ajo do të transferohej në Shkodër. Por nuk do të kishte presion, nuk do të kishte nxitim. Gjithçka do të bëhej duke menduar se çfarë ishte më e mira për Anisën, jo se çfarë ishte më e përshtatshme për të rriturit. Por ndërsa kjo pjesë e jetës së Anisës po zgjidhej, kishte ende çështjen e Luan Markull. Genti kishte arritur të mblidhte prova të mjaftueshme për aktivitetet e tij dhe Ardiani kishte kontaktuar një komisar që e njihte, komisar Petrit Hoxhën, duke i shpjeguar situatën. Petriti ishte interesuar për rastin dhe premtoi të hetonte. Një javë më vonë, në një operacion diskret, policia arrestoi Luan Markun. Gjetën në shtëpinë e tij dokumente të disa fëmijëve që ai kishte përdorur gjatë viteve, para të fshehura dhe më tronditsen, foto. Foto të gjithë fëmijëve që kishin kaluar nëpër duart e tij, përfshirë Anisën. Ishte sikur ai të koleksiononte viktimat e tij, duke ruajtur regjistrime të vuajtjes që shkaktonte. Kur Ardiani mësoi për arrestimin, ndjeu një kënaqësi të thellë, por edhe një trishtim të madh duke ditur se sa fëmijë kishin vuajtur në duart e atij njeriu. Petriti siguroi se Luani nuk do të dilte aq shpejt, se këtë herë provat ishin tepër të forta, dhe se disa nga viktimat e vjetra po merrnin guximin të dëshmonin tani që e dinin se ai ishte në burg. Punonisja sociale e Reme, Mirela, gjithashtu u arrestua. Zbuluan se ajo ishte bashkëpunëtore e Luanit prej vitesh, se kishte dokumente false, se kishte ndihmuar në rrëmbimin e disa fëmijëve gjatë kohës. E gjithë skema po çmontoi dhe Ardiani ndjeu se më në fund po bënte diçka që kishte vërtet rëndësi, diçka shumë më të madhe se mbyllja e bizneseve apo rritja e fitimeve. Por në mes të gjitha këtyre fitoreve, kishte diçka që Ardiani ende nuk e kishte zgjidhur, çështjen e vajzës së tij, Erës. Ai nuk e kishte parë prej muajsh, telefonatat ishin gjithnjë e më të rralla, dhe ai e dinte se po humbiste plotësisht kontaktin me të. Një natë, pasi u kthye nga një tjetër vizitë në shtëpinë e Dritës ku kishte darkuar me Anisën, ai më në fund mori guximin dhe i telefonoi Elirës. Ajo u përgjigj pas disa zilesh dhe zëri i saj ishte i kujdesshëm. Ardian, ka ndodhur diçka? Jo, gjithçka është në rregull. Thjesht doja të flisja. Ka kohë që nuk kemi folur vërtet. Pati një heshtje nga ana tjetër dhe Ardiani imagjinoi Elirën duke përpunuar faktin se ai po telefononte pa asnjë arsye specifike, gjë që ishte e rrallë. Mirë, tha ajo më në fund. Le të flasim. Ardiani tregoi gjithçka. Tregoi për Anisën, se si e kishte gjetur duke u poshtëruar në rrugë, se si kishte vendosur të ndihmonte, për gjithçka që kishte zbuluar ditët e fundit. Ai tregoi se si kujdesi për Anisën e kishte bërë të kuptonte të gjitha herët që nuk kishte qenë i pranishëm për Erën, të gjitha zgjedhjet e gabuara që kishte bërë, të gjithë dhimbjen që kishte shkaktuar. Dhe për herë të parë në 5 vjet, ai pranoi, kam gabuar, Elira. Kam gabuar shumë. I dhash përparësi punës, parave, suksesit dhe të humba ty dhe Erën në proces. Dhe e di që nuk ka kthim prapa, e di që nuk mund të zhbëhet ajo që është bërë. Por doja që ti ta dije se unë e kuptoj tani. E kuptoj se çfarë kam humbur. Elira qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë pasi ai mbaroi së foluri. Kur u përgjigj, zëri i saj ishte më i butë se sa priste Ardiani. Ardian, unë kur nuk kam dashur të largoj nga Era. Doja që ti të ishe i pranishëm. Nuk ishte çështje parash, kur nuk ka qenë. Ishte që ti të uleshe me të për darkë, të shije një film bashk, të pyesje si i shkoj dita në shkollë. Ishte që ti të ishe aty, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. E di këtë tani, tha Ardiani. Dhe e di që me siguri është tepër vonë, por doja të provoja. Doja të provoja të isha babai që Era meriton. Nëse më jep një shans.
Nuk është tepër vonë, Ardian, tha Elira, dhe kishte diçka në zërin e saj që dukej si shpresë. Era ende të do, ajo thjesht nuk di si të afrohet me ty, por nëse ti je vërtet i gatshëm të ndryshosh, të jesh i pranishëm vërtet, atëherë mendoj se mund të provojmë. Jo si çift, kjo ka mbaruar prej kohësh. Por si prindër, si njerëz që duan më të mirën për vajzën tonë. Ardiani ndjeu lotët të vinin përsëri, por këtë herë ishin lot lehtësimi, mirënjohjeje. Premtoj se do të bëj ndryshe këtë herë, Elira. Premtoj. Pasi mbylli telefonin, Ardiani qëndroi ulur në divanin e apartamentit të tij për një kohë të gjatë, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Jeta e tij kishte ndryshuar plotësisht brenda pak javësh. Ai kishte gjetur Anisën, kishte zbuluar një formë qëllimi që nuk e dinte se i mungonte, dhe tani kishte shansin të rilidhej me Erën, të ishte, ndoshta, më në fund, babai që duhej të kishte qenë që në fillim. Të nesërmen, Ardiani shkoi ta merrte Erën në Durrës. Elira e kishte përgatitur vajzën, i kishte shpjeguar për Anisën se si babai po ndihmonte një fëmijë në nevojë. Era ishte bërë kurioze, kishte bërë 1.000.000 pyetje, dhe kur pa Ardianin që priste në derë, ajo hezitoi vetëm për një sekond para se të vraponte në krahët e tij. Babi, tha ajo, dhe Ardiani e përqafoi të bien me aq forcë sa ajo qeshi. Po më shtyp, babi. Më fal, tha ai, duke e lëshuar pak përqafimin, por pa dashur ta lëshoj. Thjesht më kishte marrë malli. Edhe mua më kishte marrë malli, tha Era, dhe e shikoi të atin me ata sy që ishin njësoj si të sëmës. Mami më tregoi për Anisën. A mund ta takoj? Ardiani kishte planifikuar t'i prezantonte dy vajzat dalë ngadalë, por duke parë entuziazmin e sinqert të Erës, ai vendosi të rrezikonte. Sigurisht që mundesh. Të shkojmë tani? Ata shkuan në shtëpinë e dritës, dhe kur arritën atje, Anisa ishte në kopsh duke ndihmuar gjyshen të ujiste lulet. Kur pa Ardianin të arrinte me një vajzë të panjohur, ajo u bë e ndrojtur, duke u fshehur pak pas dritës. Por Era nuk kishte fare ndrojtje. Ajo u afrua ngadalë, buzëqeshi me atë buzëqeshjen e saj të hapur, dhe tha, "Përshëndetje, unë jam Era. Babai im më tregoi për ty, do të luash me mua?" Anisa shikoi Ardianin, sikur të kërkonte leje, dhe ai tundi kokën inkurajues. Ngadalë, ajo tundi kokën në shenjë pohimi drejt Erës. Po, tha me zë të ulët. Dhe atëherë ndodhi diçka e bukur, dy vajzat shkuan në kopsh dhe filluan të luanin. Era shpikte lojra, e bënte Anisën të qeshte, dhe dalë ngadalë vajza më e vogël po dilte nga guaska e saj, po i lejonte vetes të ishte fëmijë, diçka që ishte mohuar për kaq shumë kohë. Ardiani dhe drita vëzhgonin nga veranda, dhe asnjëri prej tyre nuk mund t'i mbante lotët. Bëre një gjë të mirë, bir, tha drita, duke i vënë dorën në sup Ardianit. Ti e shpëtove atë vajzë. Por më shumë se kaq, ti shpëtove edhe veten. Ti kujtove se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Ardiani përqafoi nënën e tij, mirënjohës që kishte pasur guximin të ndalonte në atë trotuar javë më parë. Mirënjohës që kishte bërë zgjedhjen e duhur kur mund të kishte kaluar lehtësisht drejt siç bën kaq shumë njerëz të tjerë. Por edhe në mes të gjithë asaj mirënjohjeje, ai e dinte se historia ende nuk kishte mbaruar. Kishte ende gjëra për të zgjidhur, kishte ende sfida përpara, kishte ende një udhëtim të gjatë derisa Anisa të ishte plotësisht e shëruar nga gjithçka që kishte kaluar. Dhe kishte gjithashtu çështjen e rindërtimit të marrëdhënies me Erën, të provuarit se këtë herë ai ishte vërtet i pranishëm, vërtet i ndryshuar. Por për herë të parë pas shumë kohësh, Ardiani ndjeu se ishte në rrugën e duhur. Ai kishte gjetur diçka që asnjë para nuk mund ta blinte, qëllim, shlyerje faji dhe mundësinë për të bërë një ndryshim në jetën e njerëzve që kishin vërtet nevojë për të. Dhe ndërsa vëzhgonte dy vajzat duke luajtur në kopsht, duke qeshur dhe duke qenë thjesht fëmijë, ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej vitesh, paqe të vërtet, atë lloj paqeje që vjen nga të diturit se po bën gjën e duhur, se po je personi që duhej të kishe qenë gjatë gjithë kohës. 3 muaj kishin kaluar që nga ajo ditë në bulevardin në dëshmorët e kombit. Tirana vazhdonte të ishte qyteti që nuk ndalet, me miliona banorët e saj që vraponin nga njëra anë në tjetrën, por për disa njerëz të veçantë, gjithçka kishte ndryshuar në një mënyrë që kur nuk do të kthehej si më parë. Anisa ishte ndryshe. Jo plotësisht e shëruar, sepse traumat e këtij lloji nuk shërohen shpejt, por dukshëm më e lumtur, më e sigurt. Ajo kishte shtuar pak peshë, gjë që e bënte nëna dritën të lumtur sa herë që e vinte re, dhe plagët në këmbë ishin shëruar plotësisht.
Ajo frekuentonte një shkollë private tani, një vend i vogël dhe mikpritës ku mësuesit e dinin historinë e saj dhe kishin durim me ditët kur ajo ishte më e mbyllur, më e friksuar pa arsye të dukshme. Dalë nga dalë, ajo po bënte miq, po mësonte të besonte përsëri, por i zbulonte se çdo të thoshte të ishe fëmijë. Floriani dhe Mimoza vinin ta vizitonin çdo fundjavë, siç ishte rënë dakord. Fëmijët e tyre, dy adoleshent kurioz dhe të sjellshëm, ishin dashuruar me kushërirën e vogël dhe gjithmonë i sillnin dhurata, libra, lojra. Anisa kishte krijuar një lidhje të bukur me ta, dhe të gjithë e dinin se së shpejti ajo do të transferohej në Shkodër, por nuk kishte më nxitim. E rëndësishme ishte që ajo të ndihej gati, që tranzicioni të ishte i butë dhe jo traumatik. Ardiani gjithashtu ishte ndryshe. Ai kishte zbuluar diçka që të gjitha paratë e botës nuk kishin arritur t'ia jepnin, qëllim të vërtetë. Ai ende punonte, ende kujdesej për bizneset, por nuk ishte më i fiksuar pas tyre. Kishte mësuar të delegonte, të besonte te ekipi, të dilte në orar për të darkuar me nënën dhe Anisën, ose për të marrë erën nga shkolla kur ishte fundjava e saj me të. Elira ishte habitur dhe pak skeptike në fillim, por dalë nga dalë po kuptonte se ndryshimi tek ai ishte i vërtet, se nuk ishte thjesht një fazë që do të kalonte. Era gjithashtu ishte transformuar. Të shihte baban duke u kujdesur për Anisën e kishte prekur thellë. Ajo kishte filluar të kuptonte se njerëzit mund të ndryshojnë, se gabimet e së kaluarës nuk përcaktojnë përgjithmonë se kush je, dhe se më e rëndësishmja është ajo që bën tani e tutje. Ajo dhe Anisa kishin krijuar një miqësi të bukur, atë lloj miqësie mes motrash që nuk kanë të njëjtin gjak por ndajnë diçka më të thellë, përvojën e të qenit të shpëtuara nga i njëjti njeri që kishte mësuar të ishte më i mirë. Por ndërsa gjithçka dukej se po shkonte drejt një fundi të lumtur, kishte ende një gjë që duhej të ndodhte, një moment që duhej të jetohej që cikli të mbyllej vërtet. Një mëngjes të shtunë, Ardiani u zgjua me një ide të qartë në kokë. Ai i telefonoi Florianit dhe Mimozës, u shpjegoi se çfarë donte të bënte, dhe ata ranë dakord menjëherë. Pastaj i telefonoi Elirës, e cila gjithashtu e mbështeti idenë. Dhe pastaj ai shkoi në shtëpinë e dritës për të biseduar me Anisën. Vajza ishte në kopsht, duke vizatuar në një fletore që era i kishte dhënë. Ajo kishte zbuluar se i pëlqente të vizatonte dhe kalonte orë të tëra duke krijuar botë me ngjyra plot lule, shtëpi, familje të lumtura. Ardiani u ul pranë saj në stolin e drundë, duke vëzhguar vizatimin për një moment para se të fliste. Anisa, doja të flisja me ty për diçka të rëndësishme, tha ai butësisht. Ajo ndaloi së vizatuari dhe e shikoi me ata sy të mëdhenj e të vëmendshëm. Bëhet fjalë për të shkuar të jetoj me Xhaxhi Florianin, pyeti ajo, dhe nuk kishte frikë në zërin e saj, vetëm kuriozitet. Jo, nuk bëhet fjalë për këtë. E po, jo saktësisht, korrigjoi Ardiani. Bëhet fjalë për nënën tënde, Anën. Fytyra e Anisës ndryshoi. Ajo uli sytë të vizatimi dhe Ardiani pa gishtat e vegjël të shtrëngonin lapsin me ngjyrë. Ajo rrallë fliste për nënën e saj dhe të gjithë e kishin respektuar këtë, duke e ditur se ajo do të fliste kur të ishte gati. Ti e di që nëna jote të donte shumë, apo jo, vazhdoi Ardiani. Xhaxhi Floriani më ka treguar histori për të, se si ishte një person i fortë dhe guximtar, se si luftoi shumë për të kujdesur për ty edhe kur ishte e sëmurë. Ajo donte që ti të kishe një jetë të mirë, plot gjëra të bukura dhe dashuri. E di, tha Anisa me zë të ulët. Ndonjëherë ëndërroj për të. Në ëndër, ajo është mirë, nuk është më e sëmurë, dhe ne jemi në një shtëpi të bukur dhe ajo po buzëqesh. Ardiani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Anisa, ti kur nuk pate mundësin të përshëndeteshe me nënën tënde, ti thoje lam të mirë. Dhe unë po mendoja se ndoshta do të ishte e rëndësishme ta bënim këtë tani. Jo në mënyrën tradicionale, por në një mënyrë të veçantë, vetëm tënden. Anisa ngriti sytë, e hutuar. Si e bëjmë këtë? Ardiani i shpjegoi idenë e tij. Ai kishte zbuluar se ku ishte varrosur Ana, në një varrezë të vogël e të thjeshtë në Kamës. Ai donte ta çonte Anisën atje, së bashku me të gjithë familjen, Florianin, Mimozën, kushërind, Erën, Elirën, Dritën. Të gjithë bashk, që Anisa të mund të thoshte më në fund lam të mirë, të vendoste lule, të thoshte atë që kishte në zemër. Nuk do të ishte një trishtim i detyruar, do të ishte thjesht një lam të mirë, një mbyllje, një moment për të nderuar kujtimin e një nëne që kishte luftuar kaq shumë. Anisa qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar. Dhe pastaj, ngadalë, ajo tundi kokën.
Dua të shkoj, tha ajo. Dua t'i them mamas sime se jam mirë tani, se ka njerëz që kujdesen për mua, se ajo nuk ka nevojë të shqetësohet më. Të dielën pasuese, të gjithë u takuan në Vareza. Ishte një ditë me diell të butë, me atë lloj drite që bën gjithçka të duket më e butë dhe më pak e ashpër. Vari i anës ishte i thjesht, një pllak e vogël me emrin e saj, datat dhe një frazë që Floriani e kishte vendosur kur mësoi se motra e tij kishte ndëruar jetë, motër e dashur, u prefsh në paqe. Më vjen keq që nuk isha këtu. Anisa mbante dorën e Ardianit me njërin dorë dhe të Florianit me tjetrën. Era ishte në anën tjetër, duke mbajtur një buqet me lule të bardha që i kishin zgjedhur bashkë në një lulishte. Mimoza dhe fëmijët adoleshent ishin aty, Drita dhe Elira gjithashtu. Ishte një familje e çuditshme, e ndërtuar me copa që nuk përshtateshin në mënyrë tradicionale, por që së bashku formonin diçka të bukur dhe të fortë. Floriani ishte i pari që foli. Ana, motër, tha ai, dhe zëri i tij ishte i mbytur. Më vjen shumë keq për gjithçka. Më vjen keq që u grindëm, që isha tepër krenar për të kërkuar falje, që ti kalove gjithçka vetëm. Por dua që ta dish se unë do të kujdesem për Anisën tani. Ajo do të ketë një familje, do të ketë dashuri, do të ketë gjithçka që ti doje t'i jepje. Të premtoj. Mimoza foli më pas, me zërin e saj të butë. Ana, unë nuk pata rastin të njoh, por unë e njoh vajzën tënde, dhe ajo është një vajzë e mrekullueshme. E fortë, guximtare, plot dashuri për të dhënë. Ti ke bërë një punë të mrekullueshme duke e rritur, dhe unë do të vazhdoj aty ku e le ti do ta dua si të ishte vajza ime. Drita bëri një hap përpara, duke i vënë dorën në supë Anisës. Ana, e dashur, unë kam qenë gjyshja e huazuar e vajzës tënde këto muaj, dhe ka qenë një nder të kujdesem për të. Ajo është një bekim, dhe e di se kudo që të jesh, ti je në paqe duke e ditur se ajo është e sigurt dhe e dashur. Ardiani ishte i radhës. Ai pastroi fytin duke u përpjekur të kontrollonte emocionin. Ana, unë nuk të njoha, por unë e shpëtova vajzën tënde. Ose ndoshta ajo më shpëtoi mua. Isha i humbur, i fokusuar në gjërat e gabuara të jetës, dhe Anisa më tregoi se çfarë ka vërtet rëndësi. Ajo më dha një shans të dytë për të qenë personi që duhej të kisha qenë gjatë gjithë kohës. Faleminderit që ke rritur një vajzë kaq të veçantë, kaq të fortë. Do të sigurohem që ajo gjithmonë të kujtoj, që ajo të di se sa shumë është dashur. Dhe pastaj erdhi radha e Anisës. Ajo lëshoi duart e Ardianit dhe Florianit dhe bëri një hap përpara vetëm, duke qëndruar shumë afër pllakës. Për një moment të gjatë, ajo thjesht qëndroi aty, duke parë emrin e nënës së saj të gdhendur në gur. Dhe pastaj filloi të fliste, dhe zëri i saj ishte i vogël por i vendosur. Mami, e di që nuk je më këtu, por doja të thoja disa gjëra. Së pari, doja të thoja se të dua. Shumë. Dhe se e di që u përpoqe të kujdeseshe për mua sa më shumë që munde. E di që u sëmure dhe që ai burri i keq të mashtroi, por nuk ishte faji yt. Ti gjithmonë ke qenë një mama e mirë. Anisa ndaloi duke gëlltitur lotët që po fillonin të binin. Dhe doja të thoja se jam mirë tani. Kam Xhaxhi Florianin dhe teze Mimozën, kam kushërind, kam gjyshe Dritën, kam Ardianin dhe Erën. Ka shumë njerëz që kujdesen për mua, mami. Nuk jam më vetëm. Nuk jam më e uritur, apo me ftohtë, apo me frikë. Kam një shtëpi tani, një familje. Mund të prehesh në paqe, mami. Nuk ke nevojë të shqetësohesh më për mua. Dhe pastaj, me një gjest që u atheu zemrën të gjithëve aty, Anisa vendosi buqetën me lule të bardha mbi pllak dhe i dha një puthje maje së gishtave, duke prekur pastaj butësisht gurin e ftohtë. Lam të mirë, mami, tha ajo. Do të më marr malli për gjithmonë, por unë do të jem mirë. Të premtoj. Nuk kishte asnjë sy të thate aty. Ardiani po qante hapur, pa u shqetësuar se kush e shite. Floriani ishte përqafuar me Mimozën, të dy duke u dridhur nga emocioni. Drita kishte duart mbi zemër dhe madje edhe adoleshentët që kishin ardhur pa e ditur se çfarë të prisnin, ishin dukshëm të prekur. Elira mbante Erën, e cila gjithashtu qante, e prekur nga lamtumira e asaj vajze që kishte mësuar ta donte si motër. Pas varrezave, të gjithë shkuan për drekë së bashku në një restorant familjar në Kamës. Ishte një drekë e gjatë, plot histori, të qeshura dhe gjithashtu lodh. Floriani tregoi më shumë histori për Anën, për fëmijërinë e tyre, se si ajo gjithmonë kishte qenë mbrojtësia e tij edhe pse ishte më e vogël.
Mimoza foli se sa e emocionuar ishte që do të kishte Anisën të jetonte me ta, për dhomën që po përgatisnin, për planet që kishin për të ardhmen. Adoleshentët i treguan Anisës foto të shtëpisë në Shkodër, të oborit të madh ku mund të luante, të shkollës ku do të studionte. Dhe Anisa, për herë të parë që kur Ardiani e kishte gjetur në atë trotuar, i lejoi vetes të relaksohej plotësisht. Ajo qeshte me shakat që bënin kushërinjt, bisedonte e gjallëruar me erën për vizatimet që do të bënin bashk, hante pa nxitim dhe pa atë frikën se ushqimi do të mbaronte. Ajo më në fund po i lejonte vetes të ishte fëmijë, po i lejonte vetes të besonte se kjo nuk ishte e përkohshme, se ajo kishte gjetur vërtet një shtëpi. Ardiani vëzhgonte gjithçka me një ndjenjë realizimi që kur nuk e kishte ndjerë në biznes. Ai kishte shpëtuar një jetë. Jo vetëm kaq, ai kishte ndihmuar në rindërtimin e një jete, në dhënien e një shansi një fëmije për të rritur me dashuri, siguri dhe dinjitet. Dhe në proces, kishte shpëtuar edhe veten. Kishte rigjetur erën, ishte rilidhur me nënën, kishte mësuar se çfarë kishte vërtet rëndësi. Atë natë, kur po e çonte Anisën përsëri në shtëpinë e dritës, ajo tha diçka që do të mbetej e gdhendur në zemrën e Ardianit përgjithmonë. Ata ishin në makinë dhe ajo po shikonte nga dritarja, duke parë dritat e Tiranës të kalonin. Ardian, tha ajo, dhe ai shikoi në pasqyrën e pasme për të parë fytyrën e saj të vogël. Faleminderit që u ndale atë ditë. Faleminderit që nuk kalove drejt si njerëzit e tjerë. Ti më shpëtove. Ardiani ndjeu lotët të ktheheshin. Jo, Anisa, u përgjigj ai me zërin e mbytur. Unë mendoj se ti më shpëtove mua. Ti më tregove atë që kisha harruar, më kujtove se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Unë duhet të të falenderoj ty, Anisa buzëqeshi, atë buzëqeshin e ëmbël që ishte bërë më e shpesht javët e fundit. Atëherë ne shpëtuam njëri tjetrin, tha ajo, me atë mençurinë që ndonjëherë fëmijët e kanë dhe të rriturit e harrojnë. Po, ra dakord Ardiani, duke buzëqeshur gjithashtu përmes lotëve. Mendoj se pikërisht këtë bëm. Një muaj më vonë, erdhi dita kur Anisa do të transferohej në Shkodër. Ishte e vështirë për të gjithë, veçanërisht për dritën, e cila ishte mësuar ta kishte vajzën në shtëpi, t'i bënte mëngjesin, të dëgjonte të qeshurat e saj në kopsht. Por të gjithë e dinin se ishte gjëja e duhur, se Anisa kishte nevojë për një familje të përhershme, një rutinë të qëndrueshme, një vend që ishte i saj i vërtet. Lamtumira ishte plot lot, por edhe premtime. Anisa do të vizitonte Tiranën çdo muaj, Ardiani dhe Era do ta vizitonin në Shkodër sa herë që të mundnin. Nuk ishte një lamtumir, ishte thjesht një shihemi së shpejti. Dhe kur makina e Florianit u nis me Anisën që përshëndeste nga dritarja e pasme, të gjithë aty në trotuar e dinin se kishin bërë diçka të bukur, diçka që do t'ua shënonte jetën përgjithmonë. Ardiani u kthye në shtëpi atë natë dhe u ul në divanin e apartamentit që më parë dukej kaq i zbrazët, por që tani ishte plot kujtime të mira. Ai mendoi për gjithçka që kishte ndodhur që nga ajo pasdite në bulevard, se si një akt i thjesht ndalimi dhe vëmendjeje kishte ndryshuar kaq shumë jetë. Mendoi për Anën, se si kishte luftuar deri në fund për të bien dhe se si, në një farë mënyre, ai kishte arritur ta nderonte këtë luftë duke siguruar që Anisa të kishte të ardhmen që Ana donte për të. Ai mendoi gjithashtu për Valbonën, menaxheren e atij dyqani që kishte poshtëruar Anisën. Ajo ishte pushuar nga puna pasi historia u përhap, por Ardiani nuk ndjeu kënaqësi për këtë. Ai ndjeu vetëm trishtim që jetonte në një shoqëri ku njerëz si ajo e mendonin normale të trajtonin fëmijët si plehra, ku empatia ishte bërë diçka kaq e rrallë sa një gjest i thjesht mirësie bëhej lajm. Por ai mendoi edhe për njerëzit e mirë që kishte takuar gjatë rrugës, Julindën, pastruesen që kishte paralajmëruar për burrin që shfrytëzonte Anisën. Komisar Petritin që e kishte marrë seriozisht rastin dhe kishte siguruar që Luani të arrestohej. Doktoresha Besën që ishte kujdesur për Anisën me kaq butësi. Florianin dhe Mimozën që kishin hapur zemrën dhe shtëpinë për një mbesë që as nuk e dinin se ekzistonte. Dhe nënën e tij, nëna Dritën, që e kishte mirëpritur Anisën pa bërë pyetje, me atë dashurinë e pakushtëzuar që vetëm nënat din ta japin. Ardiani kuptoi atë natë se bota kishte po aq njerëz të mirë sa edhe të këqij, se ndryshimi qëndronte në anën që zgjidhje të ishe. Dhe ai e kishte bërë zgjedhjen e tij. Kishte zgjedhur të ndalonte kur mund të kishte kaluar drejt. Kishte zgjedhur të përfshihej kur mund të kishte qëndruar indiferent. Kishte zgjedhur të luftonte kur mund të kishte hequr dorë. Dhe tani, duke parë prapa, ai e dinte se ai kishte qenë biznesi më i mirë që kishte mbyllur në jetë.
Nuk kishte fitim financiar, nuk do të shfaqej në asnjë raport të kompanisë, nuk do të fitonte asnjë çmim biznesi. Por kishte diçka shumë më të vlefshme, kishte bërë një ndryshim në jetën e një fëmije që kishte nevojë dëshpërimisht për dikë që të besonte tek ajo, që të shihte vlerë tek ajo, që të luftonte për të. Anisa kishte filluar të ëndërronte përsëri. Kishte filluar të besonte se bota mund të ishte e mirë, se njerëzit mund të ishin të sjellshëm, se ajo meritonte dashuri dhe kujdes. Dhe Ardiani kishte mësuar se suksesi i vërtet nuk matet me para apo pushtet, por me sa jetë prek, sa dashuri arrin të përhapësh, sa ndryshim bën. Disa muaj më vonë, Ardiani krijoi një fondacion. E quajti Instituti Ana Prifti në nder të nënës së Anisës. Fondacioni kishte si mision të ndihmonte fëmijët në situatë rruge, të ofronte mbështetje për familjet në vështirësi, të luftonte shfrytëzimin e fëmijëve. Ai investoi një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tij në këtë dhe vendosi njerëz kompetent dhe të pasionuar për të punuar në projekt. Nuk ishte bamirësi e zbrazët, ishte angazhim real për ndryshim social. Dhe sa herë që fondacioni shpëtonte një fëmijë, sa herë që një familje merrte mbështetjen që i nevojitej, sa herë që një shfrytëzues arrestohej dhe dënohej, Ardiani mendonte për atë pasdite në bulevard, për atë vajzë të vogël me duart në vitrinë, për atë fustan ngjyrë roz që kishte qenë fillimi i gjithçkaje. Sot, vite më vonë, Anisa është një adoleshente e lumtur dhe e shëndetshme. Ajo ende vizaton, duke ëndërruar të bëhet artiste një ditë. Ajo e viziton Ardianin rregullisht dhe ai vazhdon të jetë një prani e vazhdueshme në jetën e saj, ashtu si Era, të cilën e konsideron motër të vërtetë. Floriani dhe Mimoza ishin prindërit që i nevojiteshin, duke i dhënë dashuri, strukturë dhe siguri. Dhe nëna Drita vazhdon të jetë gjyshja e zemrës, gjithmonë me një përqafim të ngrohtë dhe një copë kek që e pret në vizita. Historia e Anisës mund të kishte përfunduar në mënyrë tragjike, siç përfundon për kaq shumë fëmijë të padukshëm në rrugët e qyteteve të mëdha. Por nuk përfundoi. Përfundoi me shpresë, me dashuri, me provën se një person mund të bëjë ndryshim, se të ndalosh për t'i kushtuar vëmendje atij që ka nevojë për ndihmë nuk është dobësi, është forca më e madhe që ekziston. Dhe gjithçka filloi me një fustan në një vitrinë, një vajzë me ëndra që askush nuk i shihte, dhe një burr që vendosi të mos kalonte drejt. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Anisës, Ardianit dhe të gjithë njerëzve që u kryqëzuan në rrugët e tyre t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim shlyerjeje faji, dashurie dhe shprese, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Ishte kur Ardiani ndaloi për të mbrojtur Anisën në trotuar? Ishte lamtumira emocionuese në Varreza? Apo ishte ribashkimi i tij me Erën? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na kujtojnë se gjeste të vogla mund të ndryshojnë jetë të tëra. Ndajeni këtë histori me dikë që ka nevojë të dëgjojë se ende ekziston mirësia në botë, se ende ja vlen të besosh te njerëzit, se kur nuk është vonë për të rifilluar. Ju presim në episodin e ardhshëm, me më shumë histori që do t'ju bëjnë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Deri atëherë, dhe mbani mend, edhe ju mund të jeni ndryshimi në jetën e dikujt. Mjafton të ndaloni dhe t'i kushtoni vëmendje atij që keni pranë.